Ne synojmë ta kthejmë ekonominë tonë në një ekonomi prodhuese dhe eksportuese, ku kompanitë franceze kanë një potencial të jashtëzakonshëm të ofrojnë know-how dhe ekspertizën e tyre dhe aksesin e nevojshëm ndaj kapitalit. Ndaj dhe qeveria e re është e angazhuar në ndërmarrje serioze, masash dhe reformash për rivitalizimin e ekonomisë dhe rifuqizimin e aktivitetit ekonomik në vend. Shlyerja e detyrimeve ndaj biznesit brenda këtij viti është në krye të prioriteteve të qeverisë së re. Sfidat janë shumë të mëdha, sepse dihet që dhe disa nga partnerët tanë kryesor, sidomos Greqia dhe Italia, po kalojnë një situatë mjaft të vështirë prej disa vitesh, ashtu sikurse dhe ambienti për zhvillimin e biznesit në vend ka nevojë të përmirësohet akoma më shumë. Qeveria është angazhuar për të miratuar së afërmi një paketë nxitse për përmirësimin në mënyrë drastike të klimës biznesit për të gjithë sektorët e ekonomisë, veçanërisht sektorin e prodhimit.